Një denoncim për drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor kanë bërritur së fundmi në redaksin ton. Një qytetar që është tregtar targash dhe prej vitesh operon në këtë sektor kërkon të denoncojë shërbimet që DPSHTR ofron dhe madje me çmime edhe më të larta. Ai thotë se muajin e fundit ky institucion ka rritur çmimet e shërbimeve dhe për kontrollin fizik nga 15.000 lekë të vjetra që ishte çmimi e ka çuar në 20.000 lekë të vjetra. Por pavarësisht kësaj rritje, ai thotë se shërbimi ofruar është zero dhe institucioni operon me staf të reduktuar. Ky problem shkakton raste të gjata dhe trafik jo vetëm në Tiranë, por edhe në Durrës. Për të marrë këtë shërbim, ai thotë se radha shkon deri në 1 kilometër dhe sërish shërbimi nuk është ashtu siç duhet. Denoncimi i qytetarit. Përshëndetje, dua të bëj një denoncim në lidhje me drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor. Jam një tregtar makinash dhe kam vite që operoj në këtë sektor. Muajin e fundit, ky institucion rriti çmimet e shërbimeve të saj, përkatësisht të kontrollit fizik, ku shërbimi nga 1.500 lekë të reja shkoi në 2.000 lekë. Por shërbimi është zero pasi punojnë me staf të reduktuar. E për të marrë këtë shërbim, radha shkon deri në 1 kilometër që në hyrjen kryesore, shkruan ndër të tjera qytetari.